Është reciproke, tradhtoje edhe ti, s'ke pse ndahesh, mund të kesh fëmijë, lene qa thot hoxha. Mesazh i tillë, realisht, nuk mund t'ja thuash as armikut. Familja për ne është e shenjtë. Dhe tradhtia është mëkat. Është shkatërim për familjen dhe shoqërinë. Prandaj, unë e këshilloj motrën në fjalë, por edhe çdo motër tjetër e cila është e sprovuar. Nëse personi tradhton dhe nuk pendohet nga kjo vepër e shumtuar, atëherë ndahu prej tij një sahate më parë. Nuk shtyhet jeta me një tradhtar, dhe s'ke pse ti të bëhesh tradhtare, të tradhtosh si ai. Jetoje jetën tënde me dinjitet. Ty të ka falë Allahu i lartësuar një femër e ndershme. Pse duhet të jetosh me një njeri të ulët, me një njeri që nuk ka nder? Jo, as pak. Pastaj fëmijët e tu, çfarë mësimi do marrin nga një prind i cili tradhton? Mendo edhe për fëmijët e tu.